Kandidati socialist Klevis Kaso pati një takim me sportistët e Vlorës, ku shpalosi programin si dhe prioritetet për sportin. Platforma e tij në menaxhimin dhe organizimin social kërkon investime në infrastrukturë dhe kushte moderne të bërit sport. Një takim me sportistë dhe ish sportistë të disiplinave të ndryshme, me të cilët ndau qasjet e stilit të ri të politikave sportive. Të pranishëm ishin edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, si dhe delegati i qarkut Bledi Shuçi, me të cilët në pak minuta ndau eksperiencën e prestigjit Vlora, qyteti evropian i sportit. Bashkë në përvojën që bashkon energjinë e aktivitetit fizik, inspirimin nga figura e njohur, serit episodike ku thellë Vlorën e njohur me historinë, mentalitetin dhe rutinën. Në titullin Jo vetëm për lavdi, qyteti evropian i sportit prezantoi Vlorën aktive, moderne dhe të orientuar në prestigjin e nxitjes ekonomike edhe turizmit sportiv. Stafet që i dha Vlorës autoritetin politik në rjetëzimin evropian, e kjo fal perceptimit që Klevis Kaso pati dhe ka për sportin, Vlorën dhe ambicien e tij. Ishin këto vlerësimet e të pranishme në turin e takimeve të tij. Kandidati Kaso tha se me të sporti do të jetë ngjitja e vazhdueshme e mundësive, terreneve, suksesit. Parësore dhe në negociata me qeverinë Rama është ligji i sponsorizimeve, një nga nismat urgjente dhe të domosdoshme për të krijuar ambiente të reja zhvillimi e duke i dhënë frymarrje sportit në vend. Me energjinë për kushtimin, vizioni është për të qenë on top listën e vendeve të suksesshme për sportet ujore, me bekimin e natyrës dhe platformat e dhura, ka vazhduar në një takim emocionues të ndjerë e të zemrës fjala e kandidatit.